lebt in Österreich. Er ist 30 Jahre jung. Gestern beim Wiegen 67,6 Kilogramm. Seine Bilanz: 2 Kämpfe, 2 Siege, 1 durch K.O. Heißen wir zusammen willkommen hier bei uns im Ring Mercim Asani! Rikthehemi në temë edhe një herë. Mercim Asani është boksieri I cili tani më do të ngjitet në ring, ka 2 fitore dhe nuk ka asnjëherë humbje në 2 meqet e tij në boksin profesionist. Gjithmonë ka dalur si fitues. Vanja Duin është kundërshtari I tij. Në këto momente pritet që Ervin Asani të ngjitet në skenë, tani më shikohet atje diku në sfond. Pjesë e kësaj mbrëmje është edhe Robin Haxhi Krasniqi. I cili duket se ka ardhur me klubin e tij RK Boxing Gym, nëse nuk gaboj. Erjan Veseli është boksieri I cili është përgatitur nga Haxhi Krasniqi. Do të jetë edhe në këndin e tij. Por tani është momenti që ta presim në skenë Mercim Asanin, I cili ka 2 fitore dhe nuk ka humbur asnjëherë në karrierën e tij, ndërsa sot e shfillon meqin e tretë këtu në Austri, në Vjenë. A do të ketë sukses apo jo, kjo mbetet të shihet, por duket një atmosferë mjaft e mirë këtu afër ringut. Asani, I cili pritet të ngjitet në ring tani më. Flasim për kategorinë 69,8 kg, Asani dhe Duin. Gentlemen, please follow my commands and all the time and protect yourself at all the time. Want to see a clean and fair fight. Touch class, good luck, go back in the corner. Meine Damen und Herren, wir sind bereit für die erste Runde. Ringfrei. Runde Nummer 1. Ka filluar raundi I parë. Mercim Asani dhe Vanja Duin. Asani, I cili kërkon ta mbaj distancën. Vanja Duin nuk duket I rrezikshëm deri në këto momente. Të shiqojmë se si do të shkojë ky meç. E ka zënë në çosh atje Asani, çfarë do të ndodhë mbetet të shihet. Duin duket mjaft I ngadalshëm realisht për dallim prej Asanit, I cili në këtë mes duket më I shpejt. Ka pranuar një tëmaj të mirë Duin. Ka pranuar një goditje në plexus dhe si duket I thot të vazhdoj trajneri I tij, por Duin duket se është lënduar dhe nuk dëshiron ta vazhdoj këtë meç. Pati një goditje në mbrint nga
Mergim Asani, por me gjithë se nuk boksoj shumë Asani, mjaftoj që ta lëndoj duhen deri në atë moment sa që të përfundoj meqin. Pra, duhen nuk u shtrëngua fare për ball kundërshtarit ti, cili sot ishte Mergim Asani, kështu ka arritur edhe fitoren e tretë në karrierën e tij Mergim Asani. Duhen nuk duke i interesuar të boksonte sonte. Kështu Asani e bën edhe fitoren e tretë në karrierën e tij.